Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahun e madhruar e falënderojmë, dhe vetëm prej ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi mësuesin e njerëzimit, pejgamberin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin ato deri në fund të kësaj bote. Në takimin e fundit kemi filluar që të flasim për një temë që po mundohemi përmes saj të ndryshojmë disa aspekte të rëndësishme nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që ta kemi këtë jetë të bekuar, këtë jetë me të vërtetë që Zoti xhalla xhelalu e ka bërë shembulltyr për njerëzit, ta kemi më afër, më pranë, më lehtë që ta kuptojmë dhe pasojmë dhe përmes saj të rregullojmë shumë nga problemet tona. Të mësojmë se si duhet të sillemi dhe komunikojmë me botën që na rrethon, me njëri tjetrin, me problemet tona e kështu me radhë. Por para se që të kalojmë tek aspektet praktike të kësaj jete, kemi filluar që të flasim për disa pika të cilat shfaqin madhështinë e sjelljes dhe moralit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kemi thënë përveç se burimi i kësaj sjellje dhe këtij morali është burim hyjnor, shpallja e Allahut azza wa jall, ka edhe shumë aspekte tjera që e bëjnë këtë jetë madhështore dhe e bëjnë të pa alternativë, por obligojnë të gjithë njerëzit të ndjekin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa më tepër ne njohim aspekte që e bëjnë këtë jetë madhështore, aq më tepër do të bindemi se duhet të ndjekim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj pika e radhës që dua të përmendi sot dhe ndëruar që e bën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me të vërtetë madhështor dhe e bën meritor që të jetë shembulltyra për tërë njerëzimin, është lehtësia e pasimit të tij. Nuk ka njëri në botë që është ma lehtë me pasu se Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka njëri në botë që ka pas jetë më thjesht, më praktike, më të afërt me njerëz se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj sot në jetën e përditshme figurat që njerëzit i marrin për t'i ndjek, për t'i pasuar, për t'i pas si shembulltyr, këto figura nuk është lehtë për të gjithë me i ndjek. Mundet që t'jetë e thjesht dhe e lehtë që ndiqet për shembull nga të pasurit, por jo edhe për të varfërit. Mund të jetë figurë e lehtë që ndiqet nga të varfërit, por jo edhe nga të pasurit, nga se duhet të ra shumë nivel të ulët për ta ndjek. Mund të ndiqet nga njerëz e ditur, por jo edhe nga njerëz e paditur. Edhe e kundërta e kështu me radhë. Nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është interesant, nuk ka njëri në botë, pavarësisht aftësive të tij intelektuale, niveleve të tij shkencore, pastaj gjithashtu edhe pavarësisht do të thotë a është i pasur, a është i varfër, a është i smut, a është i dopt, a është i fortë, a është në pozitë apo nuk është në pozitë, çdo kush ka mundësi ta ndjek Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çdo kush ka mundësi me e pasu. Nga se çdo aspekt ka qenë i kapshëm, ka qenë i mundshëm që të ndiqet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, sikur që ka pas mundësi me ndjek dhe me e pasu Ebu Bekri, e Omeri, e Abdurrahman ibn Aufi, e Uthmani radiallahu anhum, që kanë qenë nga kategoria e pasur e ashabëve, ka pas mundësi me ndjek edhe Abu Huraira që s'ka pas mundësi më ngop me bukë. Prandaj Abu Huraira i ka bova kia shpesh herë, sikur se thot, me u rrokullis në xhami nga uria e madhe. Madje ka dalë në rrugë natën, kënë se po e pyet dikën dënë pyetje fetare, e ai më thon, hajde te shtëpia, hajm pak bukë të kallëzoj. Kaq ka qenë i uritur Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Ndërsa nën tjetër e shohim se është transmetuesi më i madh i haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kjo e bën të madh Muhammedin alayhi salatu wasallam. Ka pas mundësi, do të thotë që të jenë afër tij edhe fëmijët, edhe gratë, edhe çdo kush nga shoqëria ka pas mundësi me ndjek Muhammedin alayhi salatu wasallam. Prandaj Allah xhalla wa ala kur thot laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmil akhir. Thot Allahu azza jall, ju e keni shembulltyrin më të mirë në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për kënë është ai shembulltyr, nuk përmend as kategori, nuk përmend as ngjyrë, as ras, as nuk përmend do të thotë nivel caktuar intelektual, por thot liman, ai i cili shpreson shpëlim tek Allahu dhe shpreson se do të dalë ditën e gjykimit.
Ata të cilët e kanë këtë kusht, kur të qofshin ata, kanë mundësi me ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nëse Muhamedi alaihi salatu wasalam, do të thotë mundësia e pasimit të tij nuk është vetëm në fjalët e tij, por mundësia e pasimit të tij është edhe në veprat e tij, edhe në pëlqimet e tij, edhe në aprovimet e tij, edhe në sjelljet e tij, në çdo gjë. Andaj çdo kush ka pas mundësi që të merr nga jeta e Muhamedit alaihi salatu wasalam. Për këtë arsye edhe në jetën bashkëtorë për shembull, nuk vrehet se është tejet i paarritshëm. Në jetën sociale nuk vrehet se është i paarritshëm. Në jetën e adhurimit madje, sa dikush ka tentuar të bën diç më shumë se ai, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ai që nuk e ndjek rrugën time nuk është prej meje. Shpeshher kur dikush ka tentuar me të kalu mesatarën që me te ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i ka qortuar. Sikurse një ditë ka hyrë në xhami dhe e ka gjetë një litar të lidhur në mes të xhamisë. Dhe ka thënë: "I kujt është ky litar?" Ka thënë: "Është litari i Zejnebit, e cila falet gjatë dhe ku nuk ka mundësi me qëndru në këmbë, varret në atë litar. Ka hullu, zgjedheni, le të falet dikush për ju sa është aktiv dhe ka mundësi. Kur lodhet le të ulet, apo andaj ka qenë i kapshëm dhe i arritshëm për të gjitha pjesët e shoqërisë. E gjejmë gjithashtu do të thotë edhe për të shëndosht, po edhe për smurët, apo na ka mësuar se si njeriu kur në situata të caktuara do thotë nga smundja e tij falet, agjeron e kështu me radhë. Qase nëse kërkon në të varfrit e gjen pejgamberin sa tek të varfrit, por nëse kërkon gjithashtu tek të smurët e gjen tek smurët, nëse e gjen tek të fortit e gjen tek të fortit, po nëse e kërkon tek të dobët e gjen tek të dobët, e gjen çdo kur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky aspekt duhet ndriçuar shumë, qase me të vërtetë e bën figurën e vetme në historinë e njerëzimit që është i kapshëm dhe i mundshëm që të pasohet dhe të ndiqet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ajo që e bën Muhamedit alaihi salatu wasalam të madh dhe e bën me të vërtetë mëshirë për gjitha botrat është se nuk ka aspekt të jetës, apo nuk ka aspekt të jetës që nuk ka qenë shembulltyr, nuk ka qenë imam. Dikush mund të jetë për shembull më të vërtetë shumë i theksuar në aspektin e bujarisë, por kur vjen fjala për guximin nuk është bashkë për të parëve. Ose është shumë i guximshëm, por kur bie fjala për durimin nuk është për të parëve. Nëse subhanallahu merr çdo aspekt jetës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është imam, është i pari. Është i pari. Madje as ata që kanë qëndruar më mirë se ai me shëndet ose ekonomikisht ose në çdo aspekt nuk kanë pasur mundësi me atë i kalu. Ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me vërtet kanë qenë bujar dhe kanë pas edhe nga pasuria kanë pas shumë disa prej tyre. Por megjithatë nuk krahasohen me bujarinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ajo që e bën të madh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është se edhe në aspektin e guximit dhe trimërisë e gjen të parin Muhammedin alaihi salatu wasalam. Prandaj në çdo aspekt është i pari, që nënkupton se është në kulmin e asaj që duhet të jetë një njeri. Për te Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kush don të jetë më bujar se ai, kush do të më i guximshëm se ai, e te i kalon këtë vit. Dhe nga bujaria mund të kalon në shpërdorim, nga guximi mund të kalon në teprim, që nuk është prej asaj që quhet mesatare. Prandaj Allahu xhallahu ala pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ummetin e tij e ka bërë ummet mesatar. Për këtë arsye dhe ndjekja rrugës së tij, sunetit e tij është mesatarja e kërkuar e përshtatshme për njerëzimin. Dhe kjo e bën këtë të dërguar sallallahu alaihi wasallam të madh dhe e bën më të vërtetë të pazavendësueshëm dhe e bën që të gjithë njerëzit të kenë mundësi sikurse ceka ta ndjekin. Dhe gjithashtu ajo që e bën Muhammedin alayhi salatu wasalam të madh është ajo që e ka thënë një nga mendimtarët e mëdhaj islam, i cili thotë se nuk është burr i madh njeriu i cili ka arrit me ndryshu kohën e historisë. Nga se kësi njerëz ka shumë, që të përmrapsht e ka ndru historinë. Apo nuk është njeri i madh ai që e ka ndru, kalon gjurë në histori, e ka ndru kohën e historisë. Por njeri i madh është ai që historia s'ka pasur mundësi me ndru kohën e tij. Ç'ky është njeri i madh apo? Njeri i madh është ai që historia nuk ka pasur mundësi me ndru kohën e tij. Prandaj shikojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Sa do që të kalon koha, dhe një mëllë qiyama, apo nuk ka mundësi dikur të vjen me vlera, të vjen me moral, me sjellje, me çka do qoftë, me diç që mund të zavendësohet ajo që ka me te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Është i pazavendësueshëm.
Prandaj edhe sot, edhe në të kaluarën, shumë mendimtar, shumë analista, shumë shkencëtar që nuk i kanë taku Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk i kanë taku me ti, kanë dëshmuar se mësimet e tij mbeten gjithmonë ato që njerëzimi ka nevojë për to. Gjithmonë. Asnjëherë nuk ka ndonjë. Prandaj na jetën e përditshme për shembull sot, sa është më rëndësi një krye familjar, sa është i nevojshëm baba për fëmijët e për familjen, shumë është nevojshëm. Por më bëj me vdek për shembull, a bojnë qarë ata? Duhet më bëj qarë, vazhdon jeta. Apo punësohet dikush, mundon diçka shit, vazhdojmë tutje. Mirë, po hala ende dikush nuk ka pas mësim më ardh dhe më thon se tash ky është një zaventësim i mundshëm për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E mësimet e tij tash historia po jap një kahje tjetër. Absolutisht. Andaj asaj kahje që i ka jap i dërguari sa historisë së njerëzimit nuk ka pas mundësi askush pas soi ta ndryshon. Përveç se momentin kur i ka dëmtuar dhe i ka shkaktuar pasoja të rënda njerëzve në tokë. Prandaj pamundësia e çdo kujt që ka pas tij me ndryshu kahjen e mirësisë, kahjen e udhëzimit, kahjen e të mirës, me cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është ajo që e bën këtë njeri të madh. Dhe kjo është ajo që na bën neve të mburremi me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe të jemi të bindur se sa e ndjekim rrugën e tij, ne e ndjekim mesatarën. Sa e ndjekim rrugën e tij, ne e ndjekim atë që është më e mira e mundshme që ka pas mundësi njeriu ndonjëherë ta bën. Sa e ndjekim Muhamedin sallallahu alaihi wasallam na bën që të ndihemi kënar, se më e ndjekim dikë që e kanë lakmuar rrugën e tij dhe do ta lakmojnë rrugën e tij edhe njerëz e mëdhenj të historisë. Prandaj ajo që e bën të madh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është gjithashtu se edhe pejgambert e ndryshëm me gjithë udhëzimet që i kanë pas, me gjithë mësimet që i kanë pas, ata do të lakmojnë që të në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye edhe Isa alayhis salam kur zbrat, apo me gjithë pozitën, me gjithë gradën që ka Isa alayhis salam, do të zbrat, do të ta ndjekë në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do të gjykon me sunetin e tij, do të gjykon me fjalët e tij, do të ndjek rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të jetë i nderuar që është një pjesëtar dhe një idhtar i umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj vetëm gjitha këto pika e bëjnë që ky njeriu më duhet të jetë njeriu i pazaventësueshëm, i pa alternativë, të jetë njeriu i cili mbetet, ka qenë dhe mbetet dhe do të mbetet vazhdimisht shembulltyra e vetme që duhet njerëzit ta ndjekin. Prandaj përballë gjitha këtyre pikave që i përmenda sot në të kaluar dhe që kanë mundësi të përmenden të ardhmen, përballë gjitha kësaj, ne duhet të jemi pak më të përgjithshëm, të jemi më të ndërgjegjshëm, që ta njohim më mirë historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Veçanërisht ajo që ka të bëjë me aspektet praktike të sjelljes tij me njerëzit, me jetën e përditshme, si ka jetuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, si ka qenë ai me shokët e tij, si ka qenë ai edhe me armiqtë e tij, si ka komunikuar ai me njerëz, si ka komunikuar me problemet, si ka komunikuar me botën që ka rrethuar. Nëse në gjitha këto, thash, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është njeriu më i madh që e ka njohur historia, është njeriu më i dashur që ka shkelur në tokë, është njeriu më i madh që Zoti xhallahu ala ja ka dhuruar këtij njerëzimi. Andaj me plot kënaqëri ne ndihemi të privilegjuar, të begatuar që jemi umeti i tij dhe lutim Allahun e manduar që në këtë botë mos na ndan nga rruga e tij dhe në këtë botë të zbukuron dhe hieshon jetën tonë me pasimin e mësimeve dhe udhëzimeve të tij, por gjithashtu lutim Allahun e manduar që në botën tjetër Allahu xhallahu ala të na bën nga umeti që do të ringjallët në flamurën e tij, do të gëzon ndërmjetësimin e tij dhe do të jetë nga ata që do të pinë nga dora e tij e bekuar dhe së bashku me të futet nga të parët në xhennet. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë dhe na forcoj deri në frymën e fundit. Me kaq po i do fundu sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.